Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Arti fshi pluhurin e rëndomësisë së jetës së përditshme nga shpirti i njeriut. Arti, ekspozitat e artit, çdo krijimtari e bukur fshin pluhurin nga jeta e përditshme e një qyteti. Së fundmi në galerinë e Durrësit, Nikolet Vasia është hapur një ekspozit të jetë e veçantë, që quhet Ndjesi, në artisten të cilën e kemi ftuar sot në Flasim Hapur, Emiona Stasi Nako. Faleminderit, Emiona, që jeni në Flasim Hapur në Durrës Lajm. Ju përshëndes dhe faleminderit për ftesën. Jam e kënaqur sot që do bisedojmë bashkë rreth ekspozitës ime. Dhe jo vetëm për ekspozitën, se jeni më shumë se sa një ekspozitë, Emiona. Pra, jeni mësuese e pikturës në liceun artistik Jan Kugëzieli për shumë vitesh, shumë ekspozita, koloni artistësh, etj. Por ta nisim me veçantin ekspozitës së fundit, që është e hapur deri me 26 tetor, për gjithë ata që na ndjekin ta vizitojnë. Veçantia është përpos peizazheve dhe veprave në kanavaz, ke përdorur një teknikë të re me guralecë dhe terakota. Mund të thoni diçka për ekspozitën Ndjesi, ju lutem? Po, kjo ekspozitë vjen mbas disa vitesh, mbas gati 4 vjet, për arsye sepse mungonte edhe mundësia ekspozimit këtu në qytetin tonë, edhe mbas restaurimit të galerisë Nikolet Vasia, por u krijuan kushtet për të rifillu ekspozimi që të jetë në kushte më normale. Kështu që në gjithë këto vite unë kam punuar dhe gati 3 vitet e fundit jam përkushtuar dhe punimeve me guralez dhe terakot, të cilat më kanë dhënë një kënaqësi jashtëmase të madhe. Ka në mënyrë shumë, do them, organike, i kam pas përqy ku kam pa punime me guralec, se kjo njifet, nuk është se e shpika unë, por mënyra se si unë e kam trajtuar, edhe qëllimi ishte që unë, kur t'i futesh e kësaj gjëje, ta trajtoja në mënyrën time dhe të isha një zë i veçantë në këtë medium. Kështu që kam bërë krahas pikturave që në fakt zën më shumë vend pak piktura në vaj, kam ekspozuar dhe punimet me guraleca që janë gati gjysma e ekspozitës. Po, por ka diçka, është një proces shumë i gjatë. Përzgjedhja e guralecëve, e terakotës. Guralecët ku? Burimi, pa thjeshtoj pak. Po. Edhe guralecët dhe terakotat janë gjetur në Bregdetin e Durrësit, janë pjesë integrale, pra qyteti në një veprar. Së fundmi, nga hedhjet e tepërta, mbushjet, nga ndërtimet, kanë filluar të gjenden të guralecë, të cilat nuk kanë ekzistuar më parë në Bregdetin e Durrësit. Pra nga mbetjet inerte? Po, edhe deti i përpunon. Ka aftësinë të t'i japi, t'i zbus të lëmuar. Me artin e vet deti, krijon dhe artin e vet. Po, kështu që ka bën një punë të mirë deti. Edhe i nxjerr në Bregdet çdo mëngjes, ato dalin të reja. Janë aty, krijojnë shtresa, herë futen, herë dalin. Edhe unë jam çike apasionuar mbas detit, e shfrytëzoj shumë mëngjeseve gjithmonë, sepse pastaj vazhdoj punën. Po në mëngjes unë e kam me shumë dëshirë që të lahem gjatë gjithë verës, gjatë gjithë kohës që shkoj mirë, edhe pastaj dalat pak kohë që rrin aty në këmbë që shëtis, unë mbledh guralec. Më shbër një natyrë pune tash dhe. Edhe terakotat po aty, janë pjesë të mbetjeve inerte përpunuara nga vetë deti natyrshëm dhe një pjesë janë pllaka në fakt, pllaka të thyera dhe deti i ka përpunu dhe ashtu si janë copat e thyra, ashtu, unë nuk prek asnjë gjë. Unë vetëm i marr,
i pastroj mirë nga kriprat, nga papastërtit, të vetme gjë që bëj unë kjo është. I përzjedh dhe pastaj bën përzjedh tonalitetet, po, sepse ato janë me ngjyra të ndryshme, nuk janë gjitha të kuqe ose ka edhe të bardha që në krem, ngjyrë të cilat mua më pëlqejnë shumë to tonalitete umbra të ndryshme. Gurët po kanë tonalitete të ndryshme. Ka gri, ka pak në blu, pak në jeshil. Kështu që ato t'japin mundësinë që ti përdorësh njësoj si penelatat e ngjyrave. Mirna, është fantastike harmonizimi i ngjyrave dhe i kompozimit, është shumë i gjetur, ju komplimentoj. E kam shijuar shumë ekspozitivën tuaj, ju kam ndjekur sigurisht që për dekadash, por edhe me këtë lloj stili komplimente, po tematikën, kjo ishte teknika, përzgjedhja, tematikë me ato portretet, me sa kërcime shqiptare, hera herës kemi edhe ca fëmijë rreth një plaku dëbore. Pra, pastaj hyn elementi kompozimit aty, apo kishte një tematik të caktuar? Jo, nuk është se kam nisën shiko do bëj këtë. Unë frymëzova nga diçka dhe filloj bëj. Fillimisht kur i nisa në fakt, përveç dëshirës që kisha, thash që doja të bëja diçka ndryshe nga që kisha parë. Edhe ngjitja gurales edhe mendoja, po nuk kisha bërë hapin e parë. Një ditë filloj dhe të merrem që ti vendos. Filloj të krijoj ato figurat e para. Edhe diku bëra fëmijë me ato çantat. U nisën si rastisht. Pastaj diku një kal. Pra veç. Dhe vura re që mund të krijoja figura të bukura që unë mund t'i zhvilloja më tej në kompozime. Edhe pikërisht ato, ajo nën me atë bebi me karrocë, ajo ka qenë nga të parat që kisha hedh një ide të parë, pastaj zhvillova që arriti aty. Mbas një kompozimi fillon të një mendim tjetër. Kishe raste që dhe u lodhsha, se në fakt ka një gjë që kjo punohet do t'a shohësh nga sipër, do i lësh në tokë. Patjetër. Do ngrihesh, do kërkosh gurët, do i rëmosh nëpër të gjesh gurët që përshtaten, të ulesh prapë, të ngrihesh prapë, t'a shohësh nga sipër, edhe shumë herë më vinte edhe kështu si më vishe si sytë, e mu desh her pas here të ulesha nga rike. Edhe thoja, mos duhet ta lë këtë punë, mos vazhdoj më. Është e mundimshme. Po, qik e lodhshme. Pastaj, mbasi më përfundoja, ndjeja i kërresi kaq të madhe, sa që nuk mund linte ideja tjetër. Sa e preksha pak, po do ta vazhdoj dhe këtë. Kështu që fillon njëra pas tjetër. Po dhe ka dalë me sukses. Po pastaj kisha dhe dëshirën që t'i plotësoja si numër që të bësh një numër i konsiderueshëm për t'i ekspozuar. Se kur e pash që ishin interesante, nuk ishe pse mos i... Dhe vura re shumë turistë të huaj që gjëja parë që ata fotografonin kur erdhat për vizituar ekspozitën tuaj, ishin pikërisht këto vepra, sepse që dëshmon veçantinë e këtij zhanri dhe këtij stili. Po, e kam bërë këto ditë, se pak ditë që e kam hapur, edhe shumë turistë. Përveç shqiptarëve ardashtës dursak edhe që vinë, ka pas shumë turistë dhe shumë interes. Kanë ardhë, kanë ndetë, kanë fotografuar, kanë biseduar me mu, kanë lënë përshtypje, kanë ndjerë një kënaqësi shumë të madhe, më kanë thënë fjalë shumë të mira dhe më kënaq, kam ndjerë shumë kënaqësi. Më vjen mirë domethënë që ata vinë edhe shohin një gjë të bukur në qytetin tonë. Përveç shumë gjërave që ne kemi, amfiteatrin, gjëra tjera, po shohin dhe një ekspozitë që është mirë, u jep kënaqësi. Kështu që kjo është një sui generis, qyteti ynë ka në gjirin e vet, ka artistë të mirëfillt dhe të suksesshëm si ju. Edhe kështu që mund na thoni shkurtimisht, ju lutem, unë ju njoh ranqet e artistëve në Durrës, ju njohin dhe ju respektojnë, por sigurisht që Durrësi ka dinamikën e vetë të brezave, për ata të cilët nuk e njohin karrierën tuaj. Mund të përshkruani diçka mbi karrierën tuaj artistike, përsi zgjodhët artin? Në fakt, që kur kam qenë e vogël në Kopësht, mbaj mend një ditë, vjen babi me marë, si që ishte, mbas ashtu, edhe më kam mbetur shu si në kujtim si në për Mirgull.
edhe kujtoj dhe edukatoren shumë mirë si portrete, kështu, një grua e gjatë, shumë e mirë, të asaj kohë, edhe i thot babit që këtë vajzë duhet ta çosh për pikturë në lice. Unë isha, atëherë si isha liceu, si ishte liceu, por ishe vetëm për muzikën në atë kohë. Babi i dëgjoi edhe kaq, vazhdoi punën e vet. Në Elbasan kam qenë, sepse unë kam lindë rastisht në Elbasan. Se babi ka qenë ushtarak edhe ka lëviz. Në fakt ne prejardhjen e kemi babi nga Kolonja dhe mami nga Përmeti, po që mbas lufte babi u zhvendos në Tiranë fillimisht. Pastaj u transferua në Elbasan dhe pastaj në Durrës. Kështu që unë 8 vjeçare e marrova në Durrës, edhe kam vazhdu pastaj këtu. Dhe çfarë ndodhi pasi babi e dëgjoi këtë dhe kaq. Unë vetë me iniciativën tim, mbasi kalon ca vite që u futa në shkollë, kështu, fillova të ndjek kursin e pikturës. Ka qenë atëherë piktori Isuf Sulovari në Durrës, me emër. Në artin ton, edhe a i më jepte edhe në shkollë lëndën e vizatimit, por edhe në kursin e pikturës. Edhe ndoqja ato vite, pastaj era në Durrës përsëri u futa në kursin këtu, në shtëpi Pioneri, pastaj edhe te Pallati i Kulturës, ku ishte profesora Agim Shami në atë kohë. Pastaj konkurova në lice, shkova në lice. Që andej, pastaj vazhdova akademin, Instituti i Arteve në atë kohë. Më përcaktu në atë kohë në fillimisht pedagog menduan që unë mund t'isha për tekstil, me që isha një natyrë pak e butë, të vajzat zakonisht i pjesi fustin. Jo para gjukon, i fustin për tekstil, ndoshta edhe nga mënyra se si unë e mbrojta diplomën. Se kisha një diplomë të cilën afronte qik me këto gabelinat, me këto që shkojnë lidhe me tekstilin. Edhe në fakt unë i kërkova, i thash unë dëshiroj të futem për grafik në atë kohë, se ne bënim piktore grafiste me ke. Kërkova të studioja për grafik, për arsye si ishte dashuruar shumë me piktoren, me grafisten Keti Kolwitz, Gjermanen. Në atë kohë, në vitin e 4, dove i shifja librat e kështu, ose Mazarello e tjerë. Kështu që nuk i di pse, a doja vetë unë t'isha në qikë si më e fuqishme, se shifja ato shumë të forta dhe doja qikë të ndryshoja pak natyrë, forcosha. Nuk e di pse. Edhe e dashuruar mas asaj dhe kërkova të studioja grafik, për fatë mirë i ka qenë në atë kohë profesor Thomato Maj dhe Sali Shiaku, me këta kam biseduar dhe i thash unë po ju them çfarë unë ka dëshiroj. Edhe ato ma dëgjuan, edhe më futën për grafik. Unë them që kam bërë mirë, se më ka ndihmuar grafika, pavarësisht se unë në pikturën time nuk e trajtoj si disa që e trajtojnë të zezën dhe e fusin kështu pak si shumë. Unë, jo se fusin ngjyrë, se e përdor, po gjithmonë e përpunoj dhe ajo nuk bje në sy fare, si e zezë, nuk e gjen zezën. Se përgjithsisht unë në pikturë jam me tonalitetin qik më të buta, ngjyrat janë nuk gërthasin, kështu që... Po atë të bardhën, atë dritën e bardhë që e ke po dhe drita e bardhë është qikë edhe të bardhën. Ke patur frymëzim diku nga e drita e bardhë, apo të vi natyrshëm? Jo, më ka frymëzuar natyrshëm, më frymëzon vetë drita e qytetit, momentin që ti e ke... Në çdo vepër tuaj, ju kam thënë dhe personalisht, është ajo e bardha për tur që godet ai sa duhet godasi dhe i jep, nëse themi ndriçimi i Rembrandtit që është klasik i njohur me të verdhën e vet, e bardha juaj e Miona është dursakshe, është ndriçim shumë i bukur. Kam simpati për disa për peizazheve tuaja, sidomos tek rrugicat e Durrësit. Është një rrugicë. Mënyra si trajtoni dhe gëlqerën tek Suvaja. Ato desha me thënë, aty do dal. Sepse ka ardhur një herë profesor Kujtim Buza në studio, një vizitë bashkë me kolegë të tjerë, edhe një gjë që i ka bërë përshtypje përveç tjerave, edhe më tha që Emiona tha, po si e ke këtë të bardhën, si e ke bërë? Ishte një mur
Është një mur aty dhe është një nën që ngrohet në diell. Po. Edhe ai muri ashtu. Ai muri, ajo bardha, çuditërisht dhe unë habitem, sepse ka peshë, ndihet mur, ndihet pesha e murit dhe ka një bardhë. Edhe ai tha si ke arrit këtë? Përveç tjera, edhe kur doli pastaj më tha Emiona na ke lënë një shije shumë të mirë. Edhe kuptoj që më dha shumë kënaqësi. Domethënë kjo drita në fakt e pikturët e mia është, edhe ma kanë thënë shumë. Është një dritë e veçantë. Ajo e bardha e Thelqerës në Suvat, rrugicave të Durrësit, është mrekulli. Realisht unë e ndjej të bardhën kur e shikoj që është Thelqere, por pos pikturës, pra shtresave të penelatave tuaja, unë ndjej murin që mbi cilën është lyer ajo Suva, dhe rrugicat, perspektiva, pra ju komplimentoj realisht dhe ndjek me kënaqësi ekspozitat tuaja Emiona, sepse janë qytet, janë art, është ndjesi tejet unike e juaja. Gjithçka vjen në mënyrë organike, nuk është se as mendoj, as unë punoj, e ato që ndjej e jap ashtu, edhe. Keni jetuar jashtë vendit? Kam jetuar ca vite në Amerikë. Unë e di këtë fakt, prandaj po ju pyes. Kam jetuar disa vite në Amerikë. Po që nga 2001-shi kam shku vazhdimisht çdo vit, po disa vite kam jetuar, edhe në fakt jam dhe qytetare amerikane. Por unë kam zgjedhur të vazhdoj këtu. Të vazhdosh. Po, hë për hë, më pëlqen. Jam ndjej mirë këtu. Arti që bëj më duket se i përket Durrësit. Lidhet ngushtë me Durrësin, prandaj unë mendoj që edhe ndonjëherë kur bëhet fjalë për ndonjë punë që ka lidhje me Durrësin, që ti ke dikujt tjetër, më duket se kur nuk jam shumë e lumtur, më duket që duhet i përkasi Durrësit, Shqipërisë. Megjithatë, po janë gjëra që që ndjej mirë këtu. Dhe kjo është e bukur, Amiona, shumë persona mund të ndihen si pjesë e Durrësit dhe mbetet me aq. Por ju ndjeni pjesë të Durrësit, e keni në zemër Durrësit, u kthyehet nga Amerika duke qenë shtetëse amerikane, jetoni në Durrës, por ju e zbukuroni Durrësit me veprat tuaja. Dhe ky është një dalim shumë i madh. Në fakt dhe atje unë kam punu dhe kam ekspozu, kam bërë dhe një ekspozitë personale atje. Po. Ku në cilin shtetë? Po, në Kaliforni ka qenë ekspozita në El Segundo, edhe ato praktikonin ekspozitat në një librari. Libraria i qytetit dhe atë vazhdimisht çdo muaj aty hapesh ekspozita re. Unë aplikova dhe hapa aty. Po ndërkohë kisha hapur disa ekspozita të përbashkëta me grupin aty të artistëve. Pastaj nga ajo kam lëviz në qytet tjetër, në Culver City, afër Los Angelesit, shumë afër. Edhe aty përsëri kam hapur ekspozita në qendrën ku kanë ato me këto senior. Edhe ato të përvitshme, çdo vit hapin ekspozitë ndonjëherë dhe 2 herë në vit. Kështu që gjithë ato vite unë kam qenë shumë aktive aty, jam marrë me piktura, kam punuar. Po koloni të artistëve këtu në Shqipëri, ju kam ndjekur në disa qytete në mënyrë të përvitshme. Po Gadec i marr disa qytete, mos gaboj. Kam pasë raste që kam lëviz me këto grupet e piktorëve në koloni, jo, nuk i kam ndjekur të gjitha, por se ndonjëherë ftohesh, ndonjëherë qëllondet që nuk e ftes, ose që të ftojnë, po ti se ke mundësinë. E kuptoj. Por ato herë që kam shku, them që kam bërë mirë, mbasi ka të mirën e vetë, për mua të paktën që nuk e ka mundësinë shumë të lëviz aq shumë në disa vende, se këto vende qytetet që i kemi afër, kështu shkollaj. Po kur shkon jo Kosovë ose në Maqedoni, ose se hyn nëpër ca zona që ti nuk i ke mundësinë vetë të shkosh. Edhe shef gjëra të bukura, veriu i Shqipërisë. Kështu që ka qenë me interes të ndjek, ose në Ersek, Koloja, e zona më pëlqen shumë, sepse ndoshta është dhe prej ardhi. Këtë origjinën aty. Edhe peizazhi janë dhe është i bukur, shumë i butë, shumë i butë. Është shumë i ngrohtë si peizazh. Po, kështu që i kam ndjekë dhe është mirë dhe ai bashkë bisedimi me kolegë.
janë momentet bukura edhe merr motive të reja, frymëzohesh, por... Kam dalluar portretet e zakonshme, peizazhe, kompozime, gjithashtu edhe stili i ri i punimeve me gurales dhe terrakota. Të nga s'maj pak. Zakonisht artistët elaborojnë edhe nudon imazhet tyre në krimet e tyre. Nuk mbaj mend të kem parë të tilla në veprat e tua. Nuk të tërheq, apo e ke përdorur si studime? Jo, është bukur të trajtosh, edhe ka mendu. Në fakt, një që kam bërë nuk mund t'i quaj nudo. Nudo janë në fakt, po t'i shofësh, por jo nudo në kuptimin e mirëfill të fjalës, që rrin një që pozon. Por janë dy figura që kanë dalë nga pishina edhe bëjnë ato dushin, ato janë duke fshi kokën e ato në fakt janë zhveshura, po janë duke u veshur mbrapa. E kam një kompozim të tillë, është bukur, është shumë i bukur, po nuk mund të quhet nudo e mirëfill. E kuptoj. Ndoshta në tarme mund të Ndoshta në tarme, sepse... Se është e bukur në fakt. Jo, për këdo që na ndjek, mund të mendoj përse ju pyet, po për artistët e kuptojnë fare mirë këtë pjesën, që ka qenë pjesë integrale gjithë karrierës të gjithë artistëve të mëdhej, edhe të Shqipërisë edhe të qytetit Durrësit. Nëse mund përzgjidhni një artist shqiptar, ndërkombëtar, të shkuar, të tanishëm, që ju ka frymëzuar, ose që e pëlqeni shumë, kë mund të veçoni? Them drejtë, unë pëlqej shumë dhe nuk mund të them që shikose është ky ose ai. Unë shoh krijimtarinë e mjeshtrave, kënaqem. Citet? Shijoj ka shumë, duke filluar nga Rembrandti, që është një mrekulli më vete, Van Gogh, Monet, Manet, Matisse, Emera, Cézanne, Degas, Modigliani, ka shumë Balthus, emra pa fund që në fakt kur i sheh veprat e tyre, njëra apo tjetra, kënaqesh, frymëzohesh, por unë nuk kam ndjekur asnjëherë që të them shiko, unë jam mbasire të ndjek stil, nuk më shkon mendja kurrë. Gjithmonë i admiroj, i shoh, kënaqem, frymëzohen sepse vepra e tyre është njëkohësisht dhe frymëzoj, të bën që ti akoma të jesh më shumë. Por që nuk kam ndjekur kurrë. E vetmja gjë që jam ndjer e ndikuar nga art ka qenë kur kam bërë diplomën lice. Aty kam qenë ndikuar nga arti egjiptian në atë kohë. Edhe kam pas një vile e portokallëve. Edhe ato figurat, futa 3 figura, dhe figurat i kisha kthyr çik njëri profil, njëri kisha ushur, po njëri kisha kthyr si profil si ato egjiptiane. Edhe pak a shumë një stilizim atë pemën, jo ta bëja pemë të lirshme pemë, po e kisha kthyr në një top portokalli gjithë pemën. Edhe mbrënda ati topit kisha fut degët edhe... Geometrike të Egjiptës. Do me të kisha kryu një gjë kështu dhe mbiles prandaj dhe pedagogët e akademisë që erdhen, po mbrojtëm diplomën, kishin piketuar për tekstil. Për tekstil, po. Pastaj mbrapa jam dashuru me autor të ndryshëm, po gjithmonë duke i admiru dhe duke u frymëzu, kaq. Pa ndikuar në veprën time. Por, gjithashtu, kaloj pak nga arti në prezencën tuaj të kudo gjendur në çdo event të Durrësit. Ka koncerte, Emiona është aty. Ka evente kulturore, Emiona është aty. I pëlqen muzika, letësia? Patjetër që më pëlqen. Jam pjesë frymëzuese e krijimtarisë suaj. Muzika patjetër dhe është mirë ta njohim sa më shumë muzikën e kultivuar, ta dëgjojmë. Unë jam për këtë. Më pëlqen muzika e dhomës shumë, koncerte pa diskutim, edhe i ndjek dhe me shoqet e mia muzikante që i kam shoqe dhe shkoj vazhdimisht, ndjej mirë me më të shlodhin, më frymëzojnë, por njëkohësisht lexoj, më pëlqen të lexoj. Kështu që vazhdimisht e kam ndonjë libër dorë,
Kështu që mbaron njëra marr tjetrën. Në kohën e lirë. Shumë e mirë dhe frymëzuese për treguar e kam thënë dhe më parë, por dua sepse ju vlerësoj shumë. Pra, arti duket është një fjalë në shqip apo në shumë gjuhë botës, është një fjalë me 3 gërma, art. Por nuk ka përkufizim në fjalor, është fjalë e vonë, pra 300 vjeçare si fjalë me kuptimin që ka sot. Personalisht, pasi se nuk jam I dhënë pas gjuhës gjermane, por fjala më e dur për artin është kunst, do thot plotësi. Dhe kur ju flisni për pikturën, për këtë lloj zhanri, letërsia, muzika, ky është arti I vërtet, plotësi e çdo gjëje të bukur. Unë do thoja që arti është edhe një lloj misioni, mendoj. Sepse ne artistëve në një farë mënyrë na bjen për detyrë që të kultivojmë shije. Patjetër. Që t'jemi ne ata që t'i thrasim drejt një arti të bukur, drejt kultivimit, dhe jo të shkojmë ne tek se shumë herë të mos shkoni ju tek ata, tek masat, kuptimin e mirë të fjalës, po ti tërhiqni te porositësit për shembull. Po. Nuk mund të pranoj që një që të bën porosit më thotë që ta bësh kështu ose ashtu. Absolutisht. Po nuk e marr përsipër fare. Është censur pastaj. Deri tash unë nuk kanë qenë shumë pakta porosit dhe kur jam bër, nuk jam bër më thënë që dua një kështu tematik caktuar ose një portret. Unë zgjedh ato që kur qëllon që I jep vetëm foton, shumë rrallë, edhe e punoj në qefin tim. Kur bindem vetë që them që është një punë e bukur, që ja vlen t'ja tregoj, ja tregoj. E do apo se do, mos e merr, s'ka gjë se bëhet pjesë e imja, e fondit tim. Në këtë mënyrë kam ecur. Asnjëherë që të ndikohem nga. Domethënë dua që ata të bindën që ky është art dhe kështu duhet ta marrin. Kjo është shumë e bukur, edhe në mendje më erdhi krahasimi me Leonardo da Vinci, ju bë porosi nga Gioconda, nga gruaja e tregtarit të mëndafshit në Itali. Nuk mori parat, por nuk ja ktheu kurrë portretin dhe e mbajti me vete dhe punoi me të deri në frymën e tij të fundit në Francë, ku edhe u nda nga jeta. Mirë, ka shumë të ri sot që e pëlqejnë artin në tërësi, por pa u kanalizuar për ndjekur rrugën e artit, pra për të bërë karrierë me artin. Keni ndonjë mesazh përse ja vlen të ndjekësh artin? Përse ja vlen ta ndjekësh atë rrugë dhe ta kesh si profesion? Unë do thoya që ai që ndron edhe nuk e ndjek, nuk e ka brenda ai shumë, ai të fortë. Duhet ta kesh shumë fort që ta vazhdosh. Dhe vetëm atij do I thoja vazhdoje. E që ka thirrje që e kam brenda. Po se patër gjuna ta kthesh, sepse jeta është e vështirë për të siguruar. E kuptoj. Nuk mund të vajzën time nuk kam dash ose fëmijët e mi që të vazhdojnë. Nuk I kam futur te shkolla e mesme e pikturës atëherë, kur vajza më lutesh. Po. Edhe që kishe shumë dorë. Edhe gjithkohë më ka thënë mami pse s'e fut. E ndërkohë që ishte në gjimnaz ai punonte. Gjithkohën. Edhe punimet që bënte, kur ja kam treguar në atë kohë profesor Nikoletit, ai ja tregonte maturantëve, shifni çka ka bërë kjo. Vizatime me penë që ishin një mrekulli që unë kënaqem dhe sot kur ja shoh. Mbrapa ajo erdhi puna që kaloj në graphic design, po aty shkoj pak a shumë. Por unë nuk doja, fillimisht unë e shmanga. Sepse sa është e bukur në fakt, arti është I bukur, kur I përkushtohesh dhe që arrin. Por është e vështirë për të siguruar, sepse nuk vlerësohet sa duhet. Dhe ata që kanë lekun, që e kanë paran, e shpenzojnë në gjëra dytësore që ndoshta nuk kanë ndonjë I duket atyre, një luks. Dhe momental. Momental. Pra një darkë të shtrenjtë që harohet nga e dehura kur zgjohesh nesër mëngjes,
ndërkohë që mund të kishin thesar në shtëpi. Kur vin për të parë punën dhe për ta blerë, apo është shtrenjtë? Ju kuptoj. E po. Duhet e matin me materializëm të një standardi tjetër. Dhe ndaj dhe artistët Artistën përgjithësi, gjithmonë kanë vojtur sa janë jetë. Kanë vojtur gjithmonë. Shumë pak në fakt janë ata cilët kanë qenë milionerë në kohën që kanë qenë gjallë. Sepse duhet jesh edhe natyrë. Po si që natyrë... Picasso, Dali, Monet, Renoir... Po dhe sot. Edhe sot ka persona që janë të zotë, që dhe ta menaxhojnë edhe të bëjnë publicitet e gjitha, edhe të arrin të shesin edhe të sigurojnë të ardhurat më shumë, por kjo vjen edhe me aftësi, ka dhe që unë natyra ime është që unë nuk para bëj shumë publicitet, kështu që kjo ka të minuset e veta, megjithatë dhe artistët qëllojnë fëmijët e tyre të zgjedhin dhe jam i sigurt që ruaj edhe këtë ta kesh për hobi. Pra të gjithë artistët i këshillojnë fëmijët e tyre ndiq një profesion tjetër që siguron të ardhura, dhe këtë mund ta kesh si hobi për kënaqësi. Pra, kjo është fatkeqësi, por secili në jetë ka rrjedhën e vet. Dhe se cili do... Megjithatë, kushdo që merret prapë është bukur sepse është ajo, edhe nëse ka një profesion tjetër, po nëse e ka aftësinë për të, jo, nëse e ka aftësinë, në çdo kohë gjen momenti për të marrë nga pak, edhe mbushin veten me kënaqësi. Është një mrekulli. Lumë kush e ka është dhurat nga... Është dhurat. Dhurat nga Perëndia, po i thonë. Jo, është dhurat nga Perëndia. Aftësia krijuese nuk e... Se po kalën të një, pastaj do kultivu, bëjmë si bisedë kafenjere së bashku dhe më po m'pëlqen e mjona, por asnjë qenie, le të themi, qenie e gjallë në planet nuk krijon. Vetëm njeriu krijon. Dhe nga njerëzit, jo të gjithë njerëzit krijojnë, është një përqindje shumë e vogël që krijojnë. Dhe sa dhunti e madhe dhe e bukur është kjo, sikurse edhe përgjegjësi dhe mision, për ata të cilët janë artistë. Dhe ju jeni artistë e vërtet dhe ju falenderoj që keni dekada që përçoni të bukurën dhe artin e kulluar në Durrës edhe më tej. Përpara se ta mbyllim, a mund të kemi thënien e javës të përzierni një prej tyre, ju lutem, dhe dashuria është forca më e madhe në univers. Martin Luther King. Amerikani juaj? është mëse vërtet, kuptohet. Pa dashuri nuk ka jetë. Dashuria është jetë. është forcë, është lëvizje, është shkuarje përpara, kështu që dashuria është shpresë. E ka thënë jashtë mas e bukur. Shumë e bukur. Dhe me shumë dashuri, ky është katalogu i ekspozitës? Po, ky është katalogu i kësaj ekspozite. Këtë radhë unë mendova që të fus vetëm punimet me guralec këtu. Më mirë. Se desha një përmbledhje. Nuk i futa pikturat me vaj. Tash të kemi një kujtime këto punime që kam bërë. Edhe mendoj që ka dalë një katalog i mirë. Shumë e bukur dhe shumë e rrallë. Ka dalë një katalog interesant, më pëlqen. Dizajni ma ka bërë vajza. Edhe kam shtypur në shtypshkronjën Pegi. Po, shumë bukur. Se dhe të parën po ashtu. Me që i kam miq i njoh. Edhe jam e kënaqur me këtë katalog. I vogël është, po është një përmbledhje e bukur. Edhe unë jam shumë i kënaqur për bisedën që zhvilluam së bashku me Mjana. Edhe këtë katalog do t'ju adhuroj ju. Faleminderit. Dhe me dedikim. Është kënaqësi live në Durrës Live. Faleminderit. E vlerësoj shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju për ftesën. Edhe uroj sukses. Dhurat shumë e bukur, e veçantë. Faleminderit dhe shpresoj të jemi sërish në studio tek ekspozita e radhës. Faleminderit që na ndoqët, ne u takofshim në episodin e radhës.